aktivitetet e Partisë Socialiste, posaçërisht të kryeministrit Rama, i cili kërkon të qëndrojë në pushtet edhe për një mandat tjetër. Fiorella, fushata e socialistëve hapet nesër. Cilat janë detajet kryesore të asaj çfarë kryeministri ka planifikuar për sheshin Skënderbej? Them kryeministri ka planifikuar pasi ideatori i shfaqjes, nëse mund ta quajmë kështu, gjithmonë është ai apo jo? Po, pasi ka personalizuar, do të themi, edhe sloganin e Partisë Socialiste për zgjedhjen 11 maj, Shqipëria 2030 me edhin dhe Partinë Socialiste, tashmë ka organizuar dhe ideuar dhe gjithçka çfarë pritet të ndodhë ditën e nesërme, ku për Partinë Socialiste qelet zyrtarisht dhe fushata ku do të prezantohen 186 kandidatët e kësaj force politike për të patur objektive dhe për të marrë objektivin e zotit Rama për mandatin e 4. Por duhet të themi që simbolika ditës së nesër do të jetë numri 12, ku pavarësisht se tashmë gjithë fushata e pavarësisht se sot është hapur zyrtarisht, partitë politike kanë prej javësh të cilët janë tashmë me programe dhe me retorikën e tyre politike, numri 12 yjet e flamurit të Bashkimit Evropian do të vendosen nesër në sheshin Skënderbej, ku në secilin yll do të jetë secili qark, 12 qarqe do të vendosen në një prej yjeve të flamurit të Bashkimit Evropian për të prezantuar në këtë mënyrë të pakën nga 3 minuta ju ka lënë në dispozicion zoti Rama drejtuesve politik për të prezantuar ekipin e tyre sipas qarqeve, ndërkohë që nuk do të ketë vetëm fushat apo deklarata politike, por do të ketë edhe argëtim, pjesën festive, ku secili qark nga Tirana edhe me radhë do të merren për sa i përket me muzikë, këngë dhe valle, ku qarqet identifikohen me muzikën edhe me vallet e tyre tradicionale.